Brikena Selmani ka sqaruar situatën e saj me Mateon pas spektaklit të së shtunës në Big Brother Albania V5, ku ajo e dërgoi në nominim atë dhe shpëtoi Stelinën. Në një video të publikuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP, shihet banore në dhomën e rrëfimit, e cila është prerë se është ndjerë keq nga Mateo, ku sipas saj ai ka gënjur duke thënë se ata të dy kanë shkëmbyer në puthje pasi kanë qenë në njëjë para disa viteve. Akmari e jo thjesht më ka bërë të ndihem keq dhe më erdhi të them emrin e tij kaq që ai në momentin që nuk ka pasur puthje vjen dhe i shkon Krisi dhe i thotë që ka pasur puthje edhe para me thotë që nuk është se ka pasur, shpreh ajo. Nga ana tjetër, Brikena ka shtuar se mua kjo gjë më bën të ndihem keq, se nuk është fakti të puthjes, se nuk ka asgjë të keqe të puthësh një person, se unë nuk kam thënë se nuk kam puthur asnjëherë, nuk ka gjë të keqe, por kur unë them nuk ka ndodhur, unë kam qejf që një person të tregojë të vërtetën, të thotë që nuk ka ndodhur. Brikena dhe Mateo janë takuar para disa viteve vetëm një herë dhe nuk e kanë vazhduar raportin e tyre. Banori ka dhënë një version tjetër të historisë, gjë që u mohua nga modelja. Në nominim për të martën janë dhe Casey, Ina dhe Erik Loshi dhe Mateo, dhe njëri prej tyre do të lërë garën.